Është rrezik vdekje. Ju përshëndes gjithë, ndodhem fshatin Bushnesh, njësi administrative Thuman, Bashkia Kruj, kam ardhur për t'ju treguar mënyrën se si ky fshat furnizohet me energji elektrike. Këtu është gabina, siç e shikoni, këtu nuk ka asnjë element sigurie, duhet me pas shumë kujdes sepse telat janë në përkëmbë. Këtu janë fatet e dritave të shumë familjeve, tensioni është totalisht i dobët, nuk ka asnjë element sigurie, dera është e hapur dhe shqetësimi i banorëve është pikërisht ky tension i ulët që nuk i funksionon. As frigoriferi, as kondicioneri apo pajisje tjera elektroshtëpiake, nga që tensioni shkon deri në 100. Kjo është mënyra se si është investuar që në kohën e Enver Hoxhës, që është bërë investimi i fundit dhe nuk kemi këtu asnjë lloj elementi sigurie apo mënyre se si këta banorët marrin një përgjigje kur bie shi apo ka probleme me montin, sepse shkputen dritat. Shikoni mënyrën se si janë lidhur telat këtu. Pra, është e pafalshme nga operatori i sistemit transmetimit që mos bëhet asnjë lloj investimi. Pra, kjo është gabina dhe gjendja. Pamjet flasin vetë, nuk kam çka komenti tjetër t'jap. Është totalisht një ndërtesë e rrënuar, një kabinë e dalë jashtë përdorimit. Mund të futesh me lehtësi më të madhe. Shpresoj shumë që këtu mos vinë fëmijët e vegjël, sepse mund të rrezikoj jetën. Pra është rrezik vdekje. Kjo është mënyra se si vetë banorët i kanë kap telat dhe i kanë lidh. Po të gjatë dora kapen telat e korrentit. Këtu janë dy tjegulla. Duket sikur ka ndalur koha këtu dhe këto janë telat e korrentit. Sa herë fryn një erë, sa herë bjen një vetëtim, sa herë bie shi, këtu ndërpritet energjia elektrike dhe banorët ngelin pa drita.